që të gjithë kanë qenë të pavaksinuar dhe moshat janë të ndryshme. Rastin më të rritur e kemi pas një grua 42 vjeçare. Doktorish Vera, a mundesh më na tregu aktualisht sa fëmijë janë duke u trajtuar me froth në klinikën infektive edhe cila është gjendja e tyre? Fillimisht për opinionin e gjerë, smundja morbillit është smundje akute infektive, shumë kontagjioze dhe me rrezik të lartë për komplikime, për fat keq mund të shkojë edhe deri në fatalitet. Për momentin në klinikën infektive vazhdojnë të trajtohen edhe 3 pacientë, ndërkohë që numri mbetet i njëjtë i rasteve pozitive nga të dhënat që i kemi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Këta fëmijë që janë duke u trajtuar po dhe raste tjera, a keni informata ndoshta kanë qenë gjithë të pavaksinuar? Që të gjithë kanë qenë të pavaksinuar dhe moshat janë të ndryshme. Rastin më të rritur e kemi pas një grua 42 vjeçare. Pra, kjo smundje nuk zgjedh, është karakteristike për moshat e vogla, pra për moshat pediatrike, por mund smuhen shumë lehtë edhe të rriturit, gratë shtatzana etj. Pra, rreziku për shkak të kontagjozitetit ekziston jo vetëm në mesin e fëmijëve, por edhe të moshave të tjera, të cilët janë të pavaksinuar. Cilat janë ndoshta simptomat e para të smundjes të fruthet? Çka duhet me vrejt mas pari qytetarët, fëmijët, po dhe prindërit? Gjatë kohës së inkubacionit, smundja fillon ose shoqërohet me simptomat e përgjithshme të smundjeve infektive, si ethe, temperaturë, më specifike pak e bën skuqja e syve apo konjuktiviti, riniti, pastaj kollitja, dhembje nyjeve, dhembje muskujve, pastaj vjen deri te shfaqja e egzantemave, të cilat janë karakteristike dhe janë tipike që ne klinicistët me lehtësi i dallojmë si infektolog, por mund të jenë sfiduese për mjekët familjar, mund të jenë sfiduese për mjekët e tjerë, sepse në diagnozë diferenciale egzantema të tilla mund të kemi të përafërta, mund të kemi edhe tek smundjet të tjera infektive, por egzantemat e morbilli janë shumë karakteristike sepse konfluojnë apo lidhen me njëra tjetrën. Sa është i rëndësishëm vaksinimi dhe sa është parandalues vaksinimi? Ne mbesim me apelin me porosinë e njëjtë për prindrit që t'i vaksinojnë fëmijët. Nuk ka kurfar rreziku nga vaksina, rreziku vjen nga smundja, sepse smundja mund të ketë ecuri edhe të rëndë dhe vaksinimi mbetet mënyra më efikase, më e lirë dhe më e mirë për parandalimin e kësaj smundje, për shëndetin e fëmijëve, të tjerëve përreth dhe popullatës në përgjithësi. A keni ndoshta informata a është rrit numri i fëmijëve të vaksinuar pas trendit rritjes së rasteve me froth? Sipas dhënave nga tereni, kemi informata se kemi një rritje të numrit të fëmijëve që po vaksinohen dhe me këtë shpresoj se prindrit veç po vetëdijsohen dhe po i vaksinojnë fëmijët, të cilët nuk i kanë vaksinuar për arsye të ndryshme, deri më tani të mirënjohura disa, dhe besoj që kjo smundje e cila kohëve të fundit u rishfaq, ka ndikuar tek popullata që t'i vaksinojnë fëmijët dhe të vaksinohen të gjithë të pavaksinuarit.